Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes përzemërsisht. Dëshiroj që ditat t'ju shkoj e mbar, e diellt, ashtu siç është sot në Shkodër. E me këtë ndjesi natyrisht nuk mund të mos hedhim vështrimin në hapat tonë, në përpjekjet e gjithë secilit për të sjell atë kontribut të vogël në rrugtimin ton, në stacionet tona të dashura të vogla, por shumë të rëndësishme dhe të mbështetura fort tek vetja në radhë të parë. Natyrisht është momenti që të prezantoj të ftuarën time. Ajo është shumë e njohur dhe madje prania e saj her pas herë në studion Mirëmëngjes Shkodër nuk është gjë tjetër, veç se aktiviteti i shumët, pa para i saj dhe pikërisht ato vlera që ajo i jep për publikun. Nuk është e rastishme që Rozafa Shpuza, mikja ime, e studios Mirëmëngjes Shkodër, por edhe mikja shumë ardashëve në Shkodër dhe jo vetëm në Shkodër. Ne do ta shohim edhe gjatë bisedës, por besoj se ju e dini tashmë. Vjen me profilin e saj, poete, fotografe, piktore. Është një hapësirë që ajo e ka rrokur përzemërsisht dhe na afron her pas here në shfaqjet e saj. Sot pas ati promovimi, asaj vlere që ajo i shtoi letërsisë son me librin e saj të katërt, Nana i qëndiste kryqëdimnat, vjen jo shumë larg këtij promovimi, vjen me ekspozitën e saj personale, Odat në Odë. Në odën e saj, në galerinë e saj, që tashmë është pothuajse e ndërkombëtarizuar, vjen me këto vlera të trashëgimisë kulturore. Dua të përshëndes edhe një herë përpara mikrofonit. Mirëmëngjes Rozavë dhe mirë se erdhe. Mirëmëngjes dhe mirë se u gjeta. Natyrisht të vish dhe të ulesh në odën tënde, dërmethan të ulesh në shumë të shka shkodrane, por jo vetëm, sepse ato vlera, dhe duke ju referuar pikrisht të ekspozitës së fundit, do të thonë që të ulesh kryq tek vetvetja, të autenticiteti, të trashëgimnia, tek ato gjëra që na bëjnë të jemi të tillë, ashtu siç jemi, të shohim të shkurën prej nga vim dhe ku jemi sot, apo jo. Të hapësh një ekspozit me odat në odë, dënë me thanë që ti grumbullosh shumë çka prej tyre dhe ti sintetizosh në një ekspozit të tillë. Bashkë ky ishte qëllimi i ekspozitës Odat në Odë. Ishte një bashkëpunim i suksesshëm me Drejtorinë e Trashëgimisë Kulturore. Ato kishin një projekt se 18 prilli është dita ndërkombëtare e trashëgimisë kulturore. Edhe UNESCO-ja e vlerëson si një ditë shumë të rëndësishme në tonë botën për me mbrojtë trashëgiminë. Edhe nisur nga kjo, unë mendova që pse jo, Shkodra është ndër qytetet e vetme, o të pakta, mund të them në Shqipëni që ka të tillë trashëgimi, ka shumë e gjana të vjetra, gjana që na duhet me u krenu me ta, nuk duhet me i harru. E fillum një rrugtim me dy miqtë e mi të kësaj drejtorisë trashëgimisë që më përcollen Petritin edhe atë Helidonin. Pra Petrit Bilali dhe Helidon Sokoli. Fillum një rrugtim tepër të çuditshëm, po tepër emocional. Me trokit në përdyrt e vjetra të Shkodrës, me u taku me zot të shtëpisë, zotni i Shkodrës, po duhet me thonë me keqardhje që kishte edhe shtëpia të mbyllura. Erdhi një nip ose një mesme e hap se shtëpiat ishin të pabanume. Edhe fillova me fotografu. Në fakt, mund të them se nuk ishte shumë e lehtë me fotografu se vetë orendit ishin të vendosura shumë afër njëna tjetrës. Dhomat ishin të errta, ndoshta ato grilla kishin kohë që s'ishin hap.
Mandaj dëshira për me tregu për këto objekte e të zotëve të shtëpisë ishte aq e madhe sa për ta fotografimi, si më thonë, ishte lene herë këtë aparat më gjë që po të thamë, se kishin shumë me tregu, shumë, edhe kishin drejt. Do me thonë, tanë ky rrugtimi joni, derë më derë, kina shku të shtëpia e shurdhejve, e bekteshve, e Angel Chicks, e Cinjubanit, e Oso Cooks, e Vaso Pashs. Do me thonë, ishin do shtëpia që unë për herë të parë jam ba një kaq në Shkodër, edhe unë nuk I kisha pa ata shtëpia mram. Pse atëherë tanë këta turista që vinë Shkodër, mos me e pas si pikë referimit një shtëpi të tillë. Ato shtëpia duhet me kënë të hapuna, sa ato janë krenaria e qytetit tonë. Asnjë qytet nuk krenohet për gjanat betonit ose për dyrt duraluminit. Ashtë shumë e çuditshme që na I majmë të myllun këta. Ky ishte mesazhi. Ashtë e dyta herë që unë po rreke me dhënë këtë mesazh. Para një 6 vjetëve e kam fillu me dyrt e dhash këtë mesazh. Tash përsëri hina mram këty në shtëpiave, e kalova pragun I derës, edhe që me imsha ma shumë këti qëllimit tem që na me rujt të vjetrën Shkodër. Ky është autenticiteti jonë, ky është ajtabani ku na duhet më mbështet fort. Na me sa po shoh rrotull edhe si po shkojnë ngjarjet, na nuk kena shumë mame që mu krenu. Do me thonë, qyteti është në një vorbull të tillë që po përkundet, kështu krejt avash. Nuk ka kohë për avashlek. Na duhet me I dhanë përparësi një ty në gjanave që mi tregu botës që na jena të tillë. Këto janë vlerat tona. Kena vlerën punim drunit, në punim hekurit kangjëllat, në punime qylymash, të pëlhurnave në qëllësi, në prodhime qeramiket, e tjerë se nuk po hi në detaje, ndoshta ato të trashëgimisë kulturore munden edhe me tregu edhe se si kanë ardhur detaje tjera. Unë po du me synin I fotografes me sqaru që unë kam pa mrekullina në për këto shtëpia. Edhe unë nuk e di se sa mujti ajo ekspozit me tregu këte. Unë them sa të vështirë keni pasur, natyrisht edhe bukur të futesh në atë botë të mrekullueshme të vlerave, por edhe vështirë të përzgjedhësh, të marrësh, ndoshta një shtëpi mund të ketë pasur shumë gjëra të veçanta, është dashur për seleksionim, sepse përzgjedhja ishte shumë e vështirë në fakt. Janë ba mia fotografi, kam punu shumë, unë I kam në arkivat e mia ato fotografi, edhe madje kur I shifsha në morë thosha, si s'kam vu këtë tjetrën se ma e mirë. Adin është një lloj filtret që artisti kur nuk është e kënaqur me atë filtr, e mandaj plus kësaj ju nuk isha vetëm se u dote edhe këto trashëgimisë kulturore, këto e kishin atë qëllimin e tyne që u do të me përfshi ta në këto shtëpia, u do të me përfshi objektet të një lloji të veçantë, u do të do me thënë, ishte një bashkëpunim, unë them shumë I suksesshëm, po unë dosha një tjetër medalë ma artistike me kënë, jo kaq dokumentare. Keni pasur dilemat mes artit, studiuesit, dokumentimit, kjo ishte shumë e vështirë me... Janë disa pozicione që duhet ti si në një rebus të veçantë të sjellësh. Se kur hapi ekspozit tjera, unë jam vetëm, edhe jam krejt spontane. Unë e punoj shumë për një ekspozit, disa vjet edhe vinë në një përfundim saktum. Sa kohë ju mori kjo ekspozit për ta shfaqur? Kjo ka qenë shumë intensive në fakt. Na mund të kena punu 3 muaj. Jo ma shumë se ishte data 18 prill që ishte dita e vendosur. Ata ma banë si propozim, unë menova, thash po si pak ata ishin mësu shumë shpejt me ba gjanat, po arti nuk bëhet shpejt. Ajo që më bën përshtypje është për herë të parë ju bashkëpunoni me një institucion. Po.
kam pas ndoshta edhe për një 8 mars në bashki kena hap një ekspozit me Idin Temalin, pa ajo ishte ndoshta vetëm ftesë, kurse një bashkëpunim i mirëfillt ishte kjo me drejtorinë e trashëgimisë kulturore. Kjo do të thotë imponim. Imponimi i vlerave të kësaj unë e them pozitiv. Ku më marr me pas kështu imponimesh që të shtyn për me bë diçka të bukur edhe diçka që ka një qëllim të mirë. Jo i njanshëm. Unë do ta quaja sepse ju imponoheni publikut, e natyrisht edhe bashkëpunimi me drejtorinë është pikërisht një vlerësim që institucione se kjo është direkt i Ministrisë Kulturës si projekt, do më thanë tanë Shqipnin janë ba në këtë drejtorit kanë ba nga një aktivitet të një lloji të veçantë, po vetë pjesëmarrja e ardarzve di që u hap ekspozita, mu më tregoj edhe një herë e tillë ka kenë edhe kur hapa ekspozitën e dyrëve. Do me thanë, mu po më konfirmohet ideja që shkodrant edhe ardarësit tjerë në përgjithësi se nuk po e lokalizoj kaq shumë, se kishte për disa vendeve, e dojnë të vjetrën, e dojnë traditen, e dojnë atë që i lidh me shpirtin e qytetit, me gjyshat, me atë si më thonë, që majnë mend ata prej rrëfenjave që kanë tregu se tana prallat e legjendat ne i kena të lidhuna me një objektiv, edhe kur i bjen, kur i shef ty të konfirmohet ideja që ne jena një vend që e kena një tradit, pse duhet me bjerë? Është shumë e rëndësishme, sidomos për brezat. Unë mendoj se mesazhi dhe pikërisht ofrimi të tilla nuk janë thjesht objekte, janë vlera të trashëgimisë. Tona të punuar me dorë. Është në atë që në një farë mënyrë gjendet në një kohë në të cilën gjërat janë në një përkunden në një shtrat me 3 këmbë, do ta quaja, sepse vërtet koha ka të tjera gjëra që për shembull emigrimi, braktisja, betonizimi, gjana që ndoshta i largohen pak asaj, dhe kur themi që në hershmërinë tonë kemi pasur kemi këto objekte, na shtroj një shpirt ku zemra gjallon me një ritëm të veçantë dashuria. Ti shife na shkojmë në botë kur dalim, ato nuk lajnë një gozhd me vunë në një shtëpi ose në një gjatë të vjetë, fasadë të vjetër, nuk lajnë me lut një pexhere, një derë, një reze, edhe na knaqna, ndërkohë që na i kena dhe na po i shkatrojmë. Këto ishin disa shtëpia të strukuna mas pallatesh, që është një mëkat. Si ka mundësi që ishte shtëpia mukejve një mrekulli, nuk kam pa në herë rozet lampadarit më të bukur sa atje, edhe ishte e myllun si shtëpi, edhe ishte një ngrehin e madhe betonit para saj. Ashtë mëkat, nuk e di ku po rokopujena që po mohojmë këto vlera edhe po rëndim drejt do gjanave që nuk kanë beton, ka gjithkohë, nuk asnjë qytet nuk identifikohet për i betonit. Unë knaqem tash këtë ditë që jam këtu në Shkodër prej kësaj lagjes Gjuadolit. Ajo më duket në lagjet që ka met të pakten e ka të identitetin e vet. Ka nevojë për punë, i kanë rujt këto fasadat, po janë bado kafe të vogla, e kanë rujt fasaden, e kalon shumë këndshëm aty edhe të çon në një tjetër epokë që na pse mas mu krenu me janë gjana që duhet, edhe them se në pjacë kanë bado dyqanin në mes aty që e kanë prish krejt identitetin e pjacë, nuk jam hiç dakord me atë trenin që kalon aty, nëpërmjet se nuk Shkodra ka pas traditat pjacën me dal njerëzit Gjiron e famshme, Gjiro, një krak më, një krak janë salutu, janë përshëndet, kanë lind flirte, kanë lind miqësi. Absolutisht, kanë shumë e bukur, një xhiro, 2 xhiro, shifesh edhe një herë, po aty ka pasur pse duhet me hum kjo? Pse duhet me hum te i pamja e një sheshit kaq të rëndësishëm për Shkodrën? Nuk e di, unë ndoshta kam shumë vjet që kam ik, edhe unë i shoh gjanat se ndoshta kur jeton këtu ti bëhesh
Po, pjesë të afjatohesh përditshme her pas edhe here. ndërsa kur vjen edhe shef kështu të dhem në shpirt. Unë e quj vedin pjesë Shkodrës. Jam Po, pjesë, edhe unë transmeton pjesë të shka rëndësishme të baj shpirtit. për Shkodrën. Po kam qef me kritiku kur diçka nuk ka mirë, edhe nuk e them me bindje që secili duhet me e bakte. Nuk duhet me pranu kurse si një gjë që është gabim. Rozan, së bashku me kolegët tuaj keni trokitur në dyer shtëpiash. Pra keni kapërcyer atë ekspozitën e parë të dyerve, jeni futur në thellësi. Natyrisht të ecësh në një obor, të hapësh një derë në një ode, të kaptosh me një herë hapësirën e saj, të mundesh të stacionohesh në objekte që secili ka historinë e vet, është jo thjesht ndjesi, është një dialog shumë i afërt, shumë i brendshëm që të thotë këtu ka të veçanta. Ti si ndjehesh si artista? Po, do më thënë, ka një emocion që unë nuk di. Vetë mikpritja e të zotëve të shpis. Edhe e ke parasysh kur hapeshin ato dyrë Tirana, ka një ato mendeshat, ka një lloj tingullit që të fut në një bot, taman një bot tjetër. Kaldremi gurt aty, ato objektet guri që janë pusi e do qypat mëdhej. Prap një derë tjetër është një se ndërtimi i shtëpiave të vjetra të Shkodrës ka një specifik të veçantë. Katet e para nuk janë përdorë për banim, janë përdorë për ahri. E pjesa e tavanit me dru munjit në për ata shkallat drunit, çardaqet i mëdhaja, ato arkat që janë lanë rrobat e nuseve që kanë ardhur nuset me ato raftet të punum tanë me dru, ajo pjesa sipër odës najes ku kanë naj gratë si me kafaze. Ka diçka. Mos më ban me thonë këta fjalë se duhet me e papak. Nuk jam shumë e sigurt se si. Trapazan quhet, por nuk e dia quhet kjo pjesa si është si kafazlie ku kanë naj gratë pak sipër, një gjys katit. Do më thonë, është një tradit e mrekullueshme. Unë po tham kamet, ato ishin të errta. Unë i thosha, po hape pa grillin sot më hin dritë, ata sikur i rushin ato gjana me kaq fanatizëm, sa edhe pse i kanë rujt, janë rujt deri sot. A keni ndonjë histori të veçantë që ju ka mbetur në mendje gjatë kësaj ekspedite tënde? Po secili tregonte për një objekt. Secili objekt kishte një histori. Për shembull te familja Shurdha, ishte i zoti i shtëpis, ai ishte enciklopedi, o sot tregote për gjanat. Nuk di vetë familja ati një histori, se si kishin marrë një fëmijë për një anijet atje, kishin sjell në Shkodër, se si kishte një makinë shkrimit, se si kishin diftote vulen e vetë një bibliotek me do librat vjetër, objekte histori. Aty me marrë një kamera, jo aparat fotografik, po kamera, më them se ishte xhiru një film edhe vetëm rrëfimet e zotit shtëpis. Po marr njenin se secili kishte ato kujtimet, liftoshin se si një gjyshe, një hall, amatu kart, këtu ka pru kët objekt kart me kët xhamadan kart, ky a punu për i filanit. Domethënë, secili objekt kishte një histori, po këto janë shumë të rëndësishme. Janë shumë të rëndësishme për historinë e qytetit. Kishin libra me vite, kur kishte ardhur, kur nuk e di, është një botë, unë po them që unë e du Shkodrën edhe unë gjithmonë jam rrek me eksploru edhe me gjetë këto gjana, edhe unë është hera parë që i shifsha. Imagjino të tjerë që dhe jam e bindur që brenda vetes tuaj ju thoni kam përsëri nga ato, nuk i kam paraqitur të gjitha. Kam. Unë për secilin shtëpi tash unë mundem me hap një ekspozit, edhe shumë më detajume me objekte e me antikuare që kanë ato nëpër këto shtëpia. Po qëllimi i kësaj ekspozicë ishte ky. Do me thënë, me dha një mesazh që Shkodra të gjitha ato i ka këto relikte. I ka këto relikte edhe na duhet me rujt edhe nuk duhet me i bjerë.
ose Milan Në fakt është edhe merite këtyre njerëzve që i kanë ruajtur, qoftë edhe ajo mburoja që ndonjëherë mund të jetë shumë e mirë, po nuk e di sa lidhet me kushtet e ruajtjes, sepse edhe ato do të kenë. Ato kanë vlerë, ato objekte atje në shtëpiat ku janë. Se nuk është gjë për mi pru një muzeum edhe me kenë ashtu të ftofta. Ato e kanë vlerën atje, prandaj them, duhet më kriju një lloj planit ose një lloj si dis që turistat me shku pra me e pa shtëpinë e marr, si me thanë, emocionin në bazë. Nisur nga ky fakt, ju thoni që duhet i shërbejnë turistët. A nuk do të ishte, për shembull, qoftë edhe ekspozita juaj të shpërndahej në si një lloj albumi ku të përshkonte hapësirat shumë përtej Shkodrës. Ashtu. Ndoshta edhe përtej Shqipërisë. Ashtu, në fakt unë atë kam pas gjithmonë si plan që me ba një album fotografik, me rrëfimet përkatëse poshtë, qoftë shekullin ose mënyrën se si ja punu ky objekt, pra me tregu diçka. Edhe kjo do të ishte shumë e mirë edhe për qytetin, edhe për ata që vinë dhe dojnë me marrë një kujtim për Shkodrës, se është një diçka që vlen edhe ka vlerë të pamatë. Ky do ishte një projekt shumë i mirë, duke u nisur nga institucionet deri tek ju. Është shumë vështirë me punu vetëm, është gjithmonë të duhet një ndihmë. Okej, artisti e ka shpirtin edhe e ka atë dëshirën për me punu. Po këto janë mbështetje të mëdha që dojnë një. Don akoma më shumë vëmendje. Duhet patjetër. Nëse mendojmë për më të mirën, jo në prizmin vetjak asnjëherë, gjithmonë për më të mirën, është një mrekulli. Në fakt, Rozaf, ajo që më bën përshtypje është ardha vizitorëve tek ju, tek Oda. Sa herë që kam pasur rastin të jem aty, më bën përshtypje një publik që imponohet kur vjen në Odë. Ndoshta sepse aty gjen shumë çka nga trulli i Shkodrës, por jo vetëm, sepse në Odë vinë jo vetëm shkodran, po përtej Shkodrës, përtej kufive shtetëror, madje edhe nga larg krejt. Kjo do të thotë që Oda nuk i ka muret aq sa i ka, po i ka shumë transparente dhe më të mëdha. I kam lënë dyrë të hapë. Në fakt qëllimi i Odës, i galerisë Oda është që me mladh artista prej tanë botet. Ky është qëllimi jem kryesor. Më thanë, me ardhë, me i pruar dashësve artista me stilet ndryshme, me vlera, me këndvështrimet ndryshme, që me pas një larmi. Për shembull, ekspozita që unë hapa në fund vit për vitin e ri, kishte 30 artista nga disa vende të botës, ishte ekspozit ndërkombëtare fotografijet. Ndërsa para një javet unë kisha të ftuar në Odë poeten Sabina Darova, që erdhi prej Italisë me një libër me haikun japonez. Imagjino tash në një obor shkodran më fol për haik, për një lloj poezie që pak shumë përdoret, pak shumë. Ajo bani një shpjegim të mrekullueshëm të haikut. Ishte një publik shumë i këndshëm. Kanë diskutuar tan, kanë recituar tan, kanë dhanë ato njësitë e tyne, emocionet për leximit. Kjo është e veçanta, sepse ai që vjen në Odë nuk është thjesht një vizitor që e sheh pas një xhami ose rri pak i ftohtë. Jo, vizitorët aty përfshihen. Kjo është e bukur. Janë pjesëmarrës. Kjo është e bukur dhe kjo është ajo që un kam dashur me arrit. Edhe kjo është ideja që unë kam lënë arredimin e Odës, domethënë galerisë Mran edhe oborrit, e kam lënë me kënë sa ma bio.
që njerëzit që vinë më nisin shtëpi tyne. Se ne jena mësune për sallat ftofta, që ka mermer edhe ka mure. Ndryqim të ftoft. Ndryqim të bardh, që të banë si neon ashtu si të smur. Dhe një mikrofon për para edhe hajde fal. Unë nuk e dua atë lloj komunikimit. Unë du një komunikim që vjen prej shpirtit, edhe që nuk ka nevojë mu përgatit për para. Unë po tham këtë se duhet me thanë këtë, ja. Për mu nuk ka vlerë ai lloj komunikimit i artistit me publikun. Nuk ka hiç vlerë. Unë du direkt, mu me vjen një kjo me thanë para një pikturet, para një fotografijet, para një poezijet, edhe unë e them. Unë e them tash me mburrje se në od mu më vinë njerëz fisnik, e njerëz të lexuar, e njerëz që janë dikush në përfushat e tyne, e din me diskutu bukur shumë. Unë do të shtoja këtu se tashmë kjo është bindja ime, nuk e di, besoj se edhe ma mbështesin ata që po na ndjekin. Oda nuk është thjesht odë, është institucion. Institucion kulturor, ku promovohen vlera, ku thuhet, deklamohet poezi, ku komentohet një panorama, një portret, ku dëgjohet muzikë e bukur në sfond, teksa flet, teksa ndjen sa afërm i mendimin e tjetrit, teksa ndjen disa hapa që të çojnë patjetër në një takim të ardhshëm, janë të gjitha këto që edhe që komunikojnë me botën, me të shkuarën dhe me të sotmen. Ashtë në fakt, me banë përshtypje një gjatë. Unë ndoshta tanë në këtë periudhë pandemijet, ndoshta tanë institucionet kulturore janë të kurrshëm, ndërsa e çuditshme është se Oda ka pas aktivitete më shumë se kurrë. Vërtet. Nuk e di, unë pres të dielen me 2 maj, pres një artiste shumë të mirë, një piktore nga Mali Zi, prej Ulqinit. E ka një lloj pikturet shumë interesante. Ekspozit pikturet. E jam shumë e emocionume edhe për atë. Ndërsa në fund të muajit më vjen një artist prej Hollandit. Do të thonë, Oda ka një agent që unë jam gjithmonë një hap, e kam, do të thonë, edhe tjetrin mrapa, nuk po rrin kur bosh. Do të thonë, unë pres këtë Vaida Hasanbegun me 2 maj, e manaj është ai djali prej Hollandit, manaj kam një ekspozit që më vjen prej Prishtinit. Program i veçantë. Unë kam bërë një open call, po kur nuk e kam menduar se artistat po interesohen në mënyrë tillë për Odën. Edhe kur flas që janë të huaj, tham, është e vogël, kujdes. Jo, na pëlqen shumë ai oborri, ashtu ajo shtëpi e vjetër në Shkodër, ndoshta edhe vetë Shkodra, unë kur nuk do të kisha mujt me bë këtë galeri në një qytet çfarëdoshëm. Shkodra është ai mrizi i mushon me art e me kultur e me tradit që mu më ban mos me ken këtu po me hyp këtu me unë desha të ndaj përsëri një opinion, ndoshta edhe pozicioni që jam shpesh edhe nuk ma lejon, por nuk mund të rri pa e thënë. Ndoshta është merita jote, por ndoshta është dhe merita ati Trualli. Sepse në atë Truall, me shumë nderim do t'i përmend prindrit tuaj të nderuar, Ndjes Paçin, profesor Jusuf Shpuza dhe nëna juaj e nderuar, farmacistja e njohur Shpresa Xhyheri Shpuza. Është një Truall, të cilin është shumë e rëndësishme që përsëri ta mbash ashtu siç është. Kjo është ajo që ndoshta vinë shumë brezin, po edhe të tjerë, kështu që kjo transmeton shumë patjetër. Ajo çka ka marrë prej prindve është baza, është më e rëndësishmja. Është e din ngjizja që ty të ban me këngë këtu ku je. Se unë nuk është se u bana. Të duket sikur ke një premtim të brendshëm, pa thënë me gojë. Patjetër. Do të thonë, unë ato i kam mas shpinët o këtu sipër edhe me vëzhgojnë. Edhe unë jam në një farë mënyret
Nije me qetë se tanë këto që po thoni ju, ose ato që vinë, mu mban me kuptu që ato janë krenar për qa arrit në këtë shtëpi. Se mos harrojmë që para 3 vjetëve shtëpia u dëgj, edhe unë kam ndërtu këtë gjë si për shkrumit, edhe si për asaj blozës. Tash që shtëpia e vjetër u zhba, e shoh të përditshmën të kalamendet prej vrimave të çelsave që kur nuk u përdoren. E bukur kjo, sepse në një poezi tënën ti shkruan se pavarësisht se shtëpia kishte çelsa, ata kur nuk u përdoren, qenë gjithmonë e hapur. Është metafore bukur shumë. Nëse e ka mbajtur mend mirë poezinë. Ashtu është. Tane. E më ka trishtuar shumë në fakt kur u zhba kjo, se aty kisha kujtimet e prindve ishin babi, mama kishte libra, kishim fotografie, kishim thjesht automobiljet, ato qëllësinat e nanës që unë e kam përdorur mama si titull në librin tem, shumë kujtime, vetëm se unë tash po mundohem që me këto që baj me zëvendësu, do më thonë atë jehonën edhe atë kumbimin pozitiv që ka pas ajo shtëpi. Unë them që këto njerëz që vijnë këto ardars marrin diçka, shkelin pragun e shtëpisë, prapë i kujtojnë ato prind për mirë. Edhe shumë e bukur që pikrisht në hyrje gjithmonë vendos një tregues të aktivitetit, qoftë edhe një tablo, një panoramë, një punim të veçantë. Mbas edhe oborri është pikrisht një sallë tjetër. Është pjesë shumë e rëndësishme. Edhe oborri edhe rrugica. Unë edhe rrugicën e kam mush me murale, se kam dashur mi dhanë ardarësit qysh në kryt rrugicë, me ja dhanë atë njësinë që këtu ka art. Se mos harro, unë e kam ba e vetë me këtë punë. Do më thanë, unë i kam dhanë rrugicë, lagjes, rrugicë, shtëpis, i kam dhanë atë kontekst që ka tash. Se s'ka kënë aty, do më thonë, unë kur kam ardhë në rrugicë, aty kanë kënë 2 shtëpia. Në fakt, nëse nisemi nga historitë shumë, rrekemi të përmendim atë që ju thatë më herët. Është shumë rëndësishme që e shkuara dhe e tashmja të komunikojnë dhe e shkuara të mos braktiset. Ndoshta në periudha të caktuara ajo rrugicë që kishte shtyp shkronjën, që kishte profesorin, gjallote, që kishte fëmijët e rrugicës që vizatonin me shkop mi pluhurin e saj, mbeti sepse ikën. Mirë po, sa rëndësishme është t'i gjallojnë. Pikrisht me këto veprat, vlerat që rrekën të na trokasin brenda vetes dhe që i shpalosim. Nuk është e lehtë. Nuk ta bëra atë pyetjen, ke ftuar artistë nga vende të ndryshme. Është e para ekspozitë që ju hapni personale. Unë se kam hapa odin për vedi. Norsa ishte një bashkëpunim me këto të trashëgimisë që unë deshta, po unë nuk e di kur do të bahem për një ekspozit të mantemen aty, sa është përgjegjësi me pas diçka tonë që menaxhon edhe me vu diçka tonë. Unë e kisha në janar ekspozitën time, e kisha në Maqedoninë e Veriut. Ishte një ekspozit e mbartur nga viti paraardhës për shkak të pandemisë, ishte gati edhe atje kisha shumë ardarë se u pëlqy e u niva mirë. Po këtu hala nuk e di kur. Unë kam qenë pjesë e këtyne ekspozitave të përbashkëta, po kur vetëm, edhe kjo si thush ishte pse është një dashni e jemja e ka hershme tradita dhe ato të trashëgimisë e gjujten, Rozaf kemi ardhë dhe unë nuk i bana ball tullnimit që më ba pjesë e këtyne, se edhe vetëm me pa këto shtëpia, me himi pa, ishte një gjë rrallë, jo me mlanë edhe me fotografu. Nuk ka shumë kohë që Oda është hap. Mund të ketë një vit e gjysmë 2. Po, ashtu pak a shumë.
E në gjithë të aktiviteti është, do thosha, shumë i bukur. E ke menduar, kur ke hapur për herë të parë Odën, se do të ketë këtë vjushmëri, aktivitetesh, interesit, njerëzish që vizitojnë, por dhe që interesohen të vinë aty me vlerat e ekspozitave të tyre, apo veprave të tyre? Unë përgjithësi jam optimiste, si tip, edhe i kam pak ato njësit. Ka e dua artin vetë, unë kam gjithmonë njësin që edhe i tjetri miku jem e dën artin. Edhe kur e kam hap, e majnë mend i kam thënë vëllezërve të mi atje në Amerikë që si mendoni, ata bajmë këtu te shtëpia babit një galeri artit. Ata janë mendu 2 herë, okej, shumë dakord, shumë bukur të ka shku mendja. Kam punu me shpirt, edhe them që ndoshta e kam thënë edhe më parë, gjanat kur bëhen me shpirt e kanë gjithmonë atë jehonin edhe atë pozitivitetin. E kanë gjithmonë, është kot me dyshuar këtë. Unë bile këto ditë që ishin këto zgjedhjet, e kam menduar një çast kur smujta me duru televizorin edhe e fika. E mendova, thash, sikur tankja energji, kjo lvizje me kanë për artin. Për kulturën, sa popull i mirë do t'ishim, e sa begati do t'ishim, e sa shpirt madh do t'kishim. Adin, na po hargjojmë gjana, po hargjojmë energji për gjana që ndoshta nuk kanë shumë vlerë, janë vetëm çështje interesash. Kurse arti e ban njeriu më të mirë, arti të ban me pa nërësh, me pas një kanë vështrim tjetër, të ban me ka njëri që me të vërtet me frymar bukur. Me sa shoh ky është misioni juaj. ashtu them që ti baj njerëzit që me kthy kryt ka art, jo vetëm unë jam një pjesë. Po unë po punoj. Natyrisht, secili merr pozicionin e vet, secili ka vështrimin. Unë me Odën këtë qëllim kam, që mi pru njerëzit prej rruget, ose prej kafeve boshe, ose prej që janë tu marrë me boshllek, me ardha dhe me pa art. E unë shumë gëzohem kur vinë kështu studenta e nxans me grupe që shohin, e mushet Galeri Oda me kshizana shtri, e diskutojnë, e ndoshta nxiten, e bajnë diçka, e unë tham që po shkon bukur, po shkon, e njihem mirë. Njerëz të tillë natyrisht i duhen qytetit, vendit, për arsye se mbjellin ose bëjnë që të mbinë e të lulëzojnë ato që na duhen, vlerat e vërteta. Në fakt, Rozafa, unë të shoh me përmasa të tjera përveç se artistes, fotografes, piktores, poetes, në krye të herës, të shoh edhe një menaxhere ke fituar ndoshta edhe të tilla vlera, përderisa mendon në hapat e më pasëm, dhe asnjëherë nuk mbetesh bosh. Të lumë goja. Unë po du që me pas Odën plot, edhe është mirë po thoni, është një përgjithësi e madhe me komuniku me artista, edhe komunikimi bëhet online, unë nuk e njoh live, unë duhet me ja ofru galerin në një mënyrë ose me tregu me anë të aktiviteteve tjera që çfarë pozitivitetit edhe çfarë artdarsit, çfarë numër artdarsit ka kjo galeri që me i bë ato që më ardh me shumë dëshirë. Po për çudi deri tash ato më kanë thënë mua, artistat, edhe unë po njihem edhe më mirë se adin unë e quj punën time edhe me shku me gërsi deri të artistave dhe akret bukur, nuk e kam hiç problem këtë. Një artist që më pëlqen, unë shkoj i tham bujrum në galerinë time për me hap një ekspozit, po deri tash kanë ardhur. Edhe në shtator kam një ekspozit të një fotografi tjetër që e ka prenotuar si datë. Domethënë, unë tham, okej, për i mend jam lodh, për i mend kam punu shumë, po me sa po më shpërblet, unë jam shumë e kënaqur. Këto janë ato që ju, Rozaf, Oda, artëdarësit, artistët i dhurojnë më së shumti shpirtit, dhe ti dhurosh shpirtit është diçka që nuk matet me vlerën e një
paraje një malli që e ble dhe e vesh. Jo, ajo streson brenda vetes dhe të bën të ndjehesh i veçantë, krenar, autentik, të ndjehesh se i e ky apo e i njeri. Misioni i artit ndoshta ka këtë dialog të brendshëm dhe këtë frymëzim që të jep në jetë. Përndryshe nuk do të ndiqeshin aktivitetet. Përndryshe nuk do të grumbullonin rreth vetes një publik aq specifik të zgjedhur, por jo vetëm, që gjithmonë ofron rreth vetes të rinj, por që siç janë nxënësit e shkollave, siç janë rinia, siç janë mësuesit, intelektualët në përgjithësi, dhe që japin shumë jetë dhe hapa të tjerë galerisë dhe artit. Është një temë natyrisht që lidhet edhe jo vetëm me dashurinë, por me përgjegjësinë shumë të madhe. Shumë përgjegjësi, po kur merr mandej kënaqësi në fund është sikur tana ajo lodhja, ai intensitet se është lodhje e është. Unë mendoj që pikërisht vështrimi juaj hedh në hapat e pas disa ditëve kur galeria do të mbushet me vizitorë të tjerë në ekspozitën e pikturës së artistes nga Ulqini, por edhe pas do të thohet çfarë është tjetër? Ky është ritëm. E kanë mësuar rrugën. Kjo është. Në fillim ishte me ia diftu adresën e ku është këtyn e trive, se këto brezi e din sa shtëpia profesor Cufit nuk kisha nevojë, kurse këtyn e trive u do të më dhanë atë location e këtu tash e kanë mësu. Ku po shkonin në Od. Edhe mu më vjen mirë që në fjalorin e shkodranëve u shtu edhe këto fjalësh. Mlihem mirë shumë. Unë të uroj, Rozaf, një ecuri të jashtëzakonshme, sepse e tillë është aktivitet pas aktiviteti, qasje pas qasje, një libër, një poete, një fotografe, një piktore, të gjithë këto që vinë nga Shkodra, nga vetë Rozafa, nga përtej kufive, nuk ka si të mos e gjallojnë pikërisht kështu jetën artistike. Të falenderoj pafund dhe të uroj gjithmonë këtë ritëm zemre dhe të cilën ndjek artin dhe odën tënde. Faleminderit shumë Merit. Të respektoj edhe të jam shumë mirënjohëse se ti je gjithmonë e para që i ke bëj hon oc edhe me fton edhe me të jam shumë mirënjohës se ka shumë të bëjnë që mediat ta bëjnë këtë punë gazetar. Ti e bën me shpirt, jam shumë mirënjohës. Edhe në emër të atyre që na kanë ndjekur dhe që vazhdojnë të na ndjekin. Faleminderit. Faleminderit.